Shtetet e Bashkuara duket se kanë shtuar ndjeshëm monitorimin ushtarak në Mesdhe dhe në hapësirën e Adriatikut, duke aktivizuar mjetet të avancuara ajrore për mbikëqyrje të zgjeruar të rajonit. Sipas të dhënave të publikuara, një avion patrullimi detar Boeing P-8A Poseidon i Marinës Amerikane zhvilloi një mision të gjatë dhe të pazakontë që përfshiu edhe zona pranë Shqipërisë. Avioni u nis nga baza amerikane Nas Sigonella në Sicili dhe fluturoi për rreth 8 orë pa ndërprerje. Në fazën e parë të misionit, ai u drejtua drejt verilindjes mbi detin Jon dhe hyri në jug të detit Adriatik, duke operuar në një hapësirë mes brigjeve të Italisë, Shqipërisë dhe Malit të Zi. Prania e zgjatur e një avioni të tillë në këtë zonë konsiderohet e pazakontë, duke sugjeruar një interes të veçantë për zhvillimet në këtë korridor detar, i cili lidh Mesdheun me Ballkanin Perëndimor. Më pas avioni ndryshoi kurs dhe u zhvendos drejt jugut të Mesdheut, duke operuar në një zonë shumë të ndjeshme strategjikisht në jug të Kipros. Gjatë kësaj faze ai fluturoi në lartësi relativisht të ulët, rreth 8000 këmbë, çka zakonisht lidhet me operacione të synuara zbulimi dhe mbikëqyrjeje. P-8A Poseidon është një nga avionët më të avancuar të patrullimit detar në arsenalin amerikan. Ai përdoret për zbulim, mbikëqyrje dhe operacione kundër nëndetësve, si dhe për identifikimin e lëvizjeve të anijeve ushtarake apo aktiviteteve të tjera detare. I pajisur edhe me sensor dhe radar të avancuar, ky avion mund të monitorojë zona të gjera dhe të mbledhë informacion në korale. Zona e Mesdheut lindor, veçanërisht pranë Sirisë dhe lindjes së mesme, mbetet një nga hapësirat më të ndjeshme për sigurinë ndërkombëtare. Patrullime të tilla përdoren për të ndjekur praninë e nëndetësve dhe mjeteve detare që nuk i përkasin aleatëve. Pas përfundimit të operacionit, avioni u kthye në bazën e tij në Sicili, duke konfirmuar edhe një herë rolin e kësaj baze si një nyje kryesore për operacionet e mbikëqyrjes amerikane në rajon. Ky zhvillim përkon me një periudhë aktiviteti të shtuar ushtarak në Mesdhe, ku NATO po zhvillon edhe një stërvitje Neptune Strike. Megjithatë, profili i këtij misioni sugjeron një shtrirje më të gjerë të vëmendjes amerikane, që përfshin edhe Adriatikun dhe hapësirat pranë Shqipërisë.